Të martën orën 20:45 në Skonto Stadion në Riga, Letonia dhe Shqipëria do të përballen në duelin e radhës të grupit K kualifikues të Kupës së Botës 2026. Në këtë përballje, kombëtarja jonë do të ketë një mungesë të madhe, atë të kapitenit Berat Gjimshiti, që ndërmbrojtësi u ndëshkua me karton të verdh në minutën e 19 në barazimin 0-0 kundër Serbisë, teksa ka plotësuar numrin e kartonëve që lë jashtë në takimin e radhës. Trajneri Silvinho ka zbuluar se cili do të jetë zëvendësuesi i kapitenit me Adrian Bajramin e Benficas që duket gati, edhe pse ndeshja kundër Serbisë e çoi atë në tribun. Mungesa e Gjimshitit, duhet të shohim gjithçka. Tani kemi 5 mbrojtës bashkë me Adrian Bajramin, që po më çmend, po luar shumë mirë. Ai do të shkojë pas ndeshjes në SBA për të luajtur me Benfica në botror. Kemi lojtarë dhe është mirë për zgjedhjet, do të bëjmë stërvitje të shohim. Kemi shpenzuar shumë energji, tha ndër të tjera Silvinho pas ndeshjes, e cila u mbyll në barazim ndaj Serbisë. Shqipëria dhe Serbia barazuan 0-0 në arenën kombëtare të Tiranës për ndeshjen e grupit K kualifikues në Kupën e Botës 2026. Sfida shtatqershorit ishte më e mira për kuqezinjt, që humbën edhe penallti në minutën e parë shtesë të pjesës së parë me Rej Manajin. Pas përballjes, foli për media trajneri serb Dragan Stojkovic. Ai u kap sërish me gazetarët serb, duke thënë se nëse nuk ju pëlqeu loja, më mirë të gjeni një tjetër trajner. Në vijim të fjalës, Stojkovic komplimentoi atmosferën në arenën kombëtare, teksa donte që një takim sportive të ishte edhe në Serbi. Nuk ju pëlqeu loja, gjeni një trajner tjetër. Atmosfera ishte fantastike, i përgëzoi tifozët shqiptar për këtë. Do doja të kishim një atmosferë si kjo, deklaroi ai pas ndeshjes ndaj Shqipërisë. Stojkovic pranoi se ndeshja ishte tepër e vështirë, por theksoi se Serbia kishte kontrollin e lojës. Finalizimi duhet të përmirësohet. Kishim mundësi, 1 ose 2 topa, mund të kishim përfunduar në rrjetën e Strakoshës. Ata panë se nuk mund të na përballonin, vijoi ai. Duke komentuar për ndeshjen e radhës, ai theksoi se pikët nga Tirana duhet të konkretizohen me një fitore ndaj Andorës në Leskovac. Ai quajti rezultatin e ndeshjes Andorë-Anglisë 0-1 të habitshëm, por theksoi se ka ende një ndryshim të madh në nivel. Për penalltinë e shkaktuar ndaj Serbisë, Stojkovic e përshkroi sikur dikush më goditi me varre, por vlerësoi pritjen e portierit Đorđe Petrović. Besimi që është për të është më i gjepsës. Ai meritoi të ishte atje dhe meriton ta ndalte, tha ndër të tjera trajneri serb menjëherë pas ndeshjes Shqipëri-Serbi, e cila përfundoi 0-0 dhe u luajt në arenën kombëtare në Tiranë.